Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doktorët japin urdhër, konsumoni 5 kokra qershi para gjumit dhe do trajtoni këto probleme. Nuk ka njeri që të mos jeti marrosur pas qershive. Është e pamundur që të mos hutohesh nga larmia e nuancave të kuqes në treg. Vlerat dhe vetitë e qershive. Qepët përmbajnë vitaminë A, vitaminë C dhe njëkohësisht kalium. Vlerat shëndetësore që marrim nga konsumimi i ushqimeve të pasura me vitaminë A dhe vitaminë C përfshijnë një sistem imunitar të përmirësuar, veti superiore të shërimit të plagëve dhe shikueshmëri më të qartë veçanërisht në kushte kur drita është e kufizuar. Qershit janë një burim i pasur i antioksidantëve tepër të fuqishëm, të cilët kryesisht gjenden në frutat dhe në perimet që kanë ngjyrë të kuqe, vjollcë apo edhe të errët. Një ushqim i pasur gjithashtu me antioksidant, i cili ul rreziqet e sëmundjeve kardiovaskulare. Gjithashtu, konsumimi i qershive ka gjetur një jehon për shkak edhe të çlirimit të dhimbjeve nga sëmundje si për shembull artriti. Kohët e fundit është zbuluar që qershit luftojnë gjithashtu inflamacionin dhe nga ana tjetër pagjumsinë dhe dhimbjet muskulare. Kjo fal natyrës anti-inflamacion të vitaminës C dhe antioksidantëve. Këtu ju do të mësoni arsyet kryesore pse nuk duhet që t'i ndani qershit nga dieta juaj. Ndihmojnë me gjumin. Sipas studimeve, vlerat anti-inflamatore të qershive gjithashtu janë të jashtëzakonshme, të shijshme dhe freskuese, të cilat do t'ju bëjnë juve që të flini dhe më mirë. Në ditët e ngrohta ato janë një zgjidhje e shijshme. Zëvendësoni ushqimin e darkës me këto fruta të cilat bëjnë një ndryshim thelbësor në shëndetin tuaj. Prandaj ne ju rekomandojmë gjithsesi që ju të mos e teproni me qershit. Shuajnë dhimbjet fizike. Qershit janë natyralisht të pasura gjithashtu edhe me kalium, e cila përçon impulset elektrike në të gjithë trupin. Ky mineral nga ana tjetër ndihmon në ruajtjen e tensionit të gjakut me hidratimin, rimëkëmbjen e muskujve dhe gjithashtu impulseve nervore, tretjen, rrahjet e zemrës dhe ekuilibrin e pH-it. Në një gotë me qershi ju do të gjeni 330 mg kalium që përbën në 10% të dozës së rekomanduar ditore të kaliumit. Luftojnë gjithashtu inflamacionin. Studimet kanë treguar që antioksidantët në qershi munden që të paksojnë dhimbje dhe gjithashtu të zvogëlojnë inflamacionin e shkaktuar nga osteoartriti. Forcojnë imunitetin. Si të gjitha frutat ashtu edhe perimet, qershit janë të pasura me doza të mëdha antioksidantësh dhe përbërësish, të cilët luftojnë virozat. Flavonoidët dhe antioksidantët të cilët gjenden tek qershit luftojnë infeksionet në shumë nivele. Studimet kanë treguar gjithashtu se këto nivele kanë një ndikim domethënës në funksionet e sistemit ton imunitar. Mirë po, vlerat e qershive nuk përfundojnë këtu. Qershit dhe studimet e fundit kanë treguar një korelacion midis nivelit të gjumit dhe grehelinit. Kur nuk flem mjaftueshëm, nivelet tona të grehelinit mund të rriten duke çuar në rritjen e oreksit dhe gjithashtu në rritjen e tërheqjes ndaj ushqimeve të larta në sheqer dhe yndyrë. Por çfarë lidhje ka kjo me qershit? Qershia është një frut i veçantë i njohur për shijen e tij të ëmbël dhe të lëngshme. Megjithatë, ajo që i bën qershit kaq të veçanta është prania e melatoninës, një hormon e cila rregullon ritmin gjumëzgjim në trupin ton.
Melatonina gjendet natyrshëm në qershi dhe disa studime sugjerojnë se ngrënia e qershive ose pirja e lëngut të qershisë mundet që të rrisë nivelet e melatoninës në trup duke nxitur kështu gjumë të mirë dhe më çlodhës. Ajo që e bën lidhjen mes së gjumit dhe shijes së qershive dhe më marrëgjepse është fakti se disa njerëz raportojnë se perceptojnë në shije të ndryshme për qershit gjatë vegjumit. Sipas një sondazhi me 10.000 njerëz u raportua se ekspertët kishin vënë re një ndryshim në shijen e qershive gjatë gjumit. Disa thonë se shija bëhet më intensive ose edhe acidike, ndërsa të tjerë raportojnë se nuk perceptojnë as pak shije. Si përfundim, lidhja midis gjumit dhe shijes së qershive është një temë marrëgjepse, e cila ngre pikpyetje të mëtejshme kërkimore. Një kuptueshmëri e mirë e kësaj lidhje mundet që të japë një kuptueshmëri të vlefshme për shëndetin e njerëzit dhe marrëdhënien mes së gjumit, shijes dhe gjithashtu të ushqyerit. Ndërkohë, herën tjetër kur hani qershi, mund të mendoni se si gjumi juaj mund të ndikojë në përvojën tuaj të shijes. Mos harroni gjithmonë se gjumi është kritik për shëndetin dhe për mirëqenien e përgjithshme dhe se ngrënia një dietë të ekuilibruar mundet të ndihmojë në përmirësimin e gjumit. Si përfundim, ngrënia e qershive përpara gjumit mundet që të jetë një shtesë tepër e dobishme për një rutinë të shëndetshme gjumi. Fal pranisë së melatoninës, antioksidantëve dhe gjithashtu triptofanit, ky frut shpesh mundet që të nxjisë një gjumë edhe më të thellë dhe më të qetë, duke e kontribuar gjithashtu në shfaqjen e ëndrave më të këndshme. Ndikimi në kocka. Qershit po ashtu janë një burim i madh antioksidantësh dhe për këtë arsye ato ndihmojnë edhe në rigjenerimin e kockave. Mjekët i lidhin me reduktimin e acidit nitrik, i cili është faktori kryesor për sëmundjen e artritit reumatoid dhe osteoartritit. Sipas një studimi të Universitetit të Bostonit në Amerikë, konsumimi i këtij fruti u ul me 35% shansin e dhimbjes në kocka. Gjithashtu qershit parandalojnë inflamacionin e organizmit dhe problemet me presionin e ulët apo të lartë të gjakut. Ulin nivelin e sheqerit në gjak. Për të gjithë personat me diabet, qershit munden që të jenë zgjidhja e duhur për të qëndruar të shëndetshëm. Si të gjitha frutat me ngjyrë të kuqe, edhe qershit ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak. Antoksianina sipas mjekëve rrit me 50% prodhimin e nivelit të insulinës në trup, duke kontribuar kështu në rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Ajo gjithashtu ndihmon edhe në sëmundjet e zemrës. Qershit e ahtha ndihmojnë në përmirësimin dhe parandalimin e problemeve kardiovaskulare. Nëse i konsumoni vazhdimisht, ato do të parandalojnë gjithashtu edhe riskun e prekjes nga ataku në zemër. Gjithashtu ndihmojnë në reduktimin e yndyrnave të këqija në gjak, duke ju dhuruar një trup të shëndetshëm kundër sëmundjeve të këqija. Një dietë sa më e pasur me qershi mundet që të ulë rrezikun e sëmundjeve të këqija dhe duke qenë të pasura, ato promovojnë tretjen e mirë dhe ulin rrezikun e prekjes ndaj tyre, sidomos sëmundjeve në zorrën e trash. Ndihmojnë në përmirësimin e memorjes. Janë një burim i mirë antokjanine, që do të thotë një shëndet i mirë për memorien. Ky frut shumë i shijshëm e ndihmon trurin që të përmirësojë funksionet e tij dhe të përmirësojë memorien ndër vite. Ndikimi tek gjumi. Konsumimi një tasti me qershi në darkë do të përmirësojë edhe cilësinë e gjumit. Sipas ekspertëve, qershit ndihmojnë në rregullimin e orës së brendshme të trupit dhe ciklit të gjumit tek njeriu. Kjo pasi janë të pasura me melatonin, një enzim e cila ndihmon në qetësimin e organizmit. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.